Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe grupi punues kanë mbledhur të gjitha vërejtjet dhe të premten draft ligji i përmirësuar për arsim të lartë do të publikohet në Ener, pavarësisht faktit se Universiteti Shtetëror i Tetovës dhe numri i madh i universiteteve publike janë kundër këtij draft ligji. Ministria e Arsimit Vesna Janevska e pyetur nga televizioni Shenja tha se ligji tashmë është plotësuar dhe pritet që brenda javës së ardhshme të jetë në procedurë qeveritare. Në shumë nene, ligji është plotësuar dhe ndryshuar sipas kërkesave korrekte të institucioneve. Pres që deri të premten të publikohet në Ener, ku do të qëndrojë për 2-3 ditë, edhe pse për një gjë të tillë nuk obligohemi ligjërisht, por siç edhe kemi premtuar do të veprojmë dhe më pas ligji do të jetë në procedurë qeveritare. Kundër draft ligjit fillestar të propozuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, zërin e ngritën numrin i madh i universiteteve, të cilës shqetësimet e tyre i ngritën në debatet publike të organizuara për këtë ligj, po edhe përmes nënshkrimit të peticionit të përbashkët. Sipas universiteteve, ligji cënon autonominë e tyre dhe rrezikon mbylljen e drejtimeve, po edhe vetë universiteteve.